sepse kanë qenë ignorantët, kanë qenë njerëzit më të pa aftë, si Fredi Beleri. Shikoni kush është në parlamentin e Brukselit, tati Brukselit, të 27 shteteve. Greqia e merë Belerin, Fredi Beleri, një rrugaç, një vrasës, që vravi oficerin, e vravi ushtarin në gjumë, a i dushe varur, po në atë vend, për vrasje. Po në të kundrën, Berisha, me kulm, vajti dhe deshta bëte kryetari i bashkisë. Vajti në burg, erdi Greku këtu, pati fat që unë sishe këtu. Erdi Greku e lamatiste në Skënderbeu, avokatët donin të nxirrin Belerin nga burgu. E nxuar më në fund, mbasin vit, edhe e mori Greqia edhe e prezantovi deputeti e Greqisë. Ja pra cili është parlamenti i Brukselit, ja dhe cili është parlamenti i Shqipërisë, ignorantët. Të dashur shqiptar, rënia e murit të Berlinit ka patur vetëm ignorantë në për Evropë. Ata ignorantë shkatruan kombi shqiptar. Ata ignorantë kanë marrë naftën e Shqipërisë, kanë marrë gazin, kanë marrë hekur nikelin, kanë hapur minierat, që i paguajnë $35 në ditë si slevër. E vjen Kina këtu dhe i merë, pa para. Vjen këtu Turqia dhe thot, unë jam zot në tokën e Shqipërisë. Vjen këtu të quajtur oligarka, ua keni vend emri, mane me shok. Edhe verë, e më thot, burqiza ashtimi, minierat janë tiva, ja shet gjoja turkut. Të gjithë këta doja api llogari para jush, dashur shqiptar. Nuk kanë kuvend.